Gabimi më i madh që e bojnë shumica restoraneve mendojnë që marketingu fillon ditën e hapjes. Jo, marketingu fillon shumë më herët. Sot kena me pa një projekt shumë interesant. Bëhet fjalë për një restorant në Zvicër, të cilin e kanë ble dy vëllezër, Sebastiani e Fernardi. Ata janë duke renovu komplet, ndërsa ne në Rozevull kemi fillu me ndërtu gjithë pjesën e marketingut. E kjo pikrisht është ajo që shumë biznese nuk e kuptojnë. Nëse fillon marketingu në ditën kur hap dyert, ke humb javë, ndoshta edhe muaj, për me kriju interes. Prandaj, ndërkohë që restoranti është ende në rrëvim, ne kemi siguru domenin, kemi marrë në administrim profilin e Google Business, e kemi rikriju logon në formatin vektor që të përdoret profesionalisht kudo. Kemi publiku faqen Coming Soon dhe kemi dërguar edhe fotografin ton për me kriju foto e video profesionale. Në fund të ditës, marketingu nuk është thjesht reklama. Është mënyra si jep një biznesi një fillim më të fortë. Shihemi në videon tjetër.